është një ndër festivalet zyrtarisht më të mëdha jo vetëm nga shqiptarët, por edhe nga komuniteti zvicran. Planet tona janë me qenë në Vjenë, London edhe New York. U rrit në Gilan, ka ardhur bu zvicran edhe punon si zvicran. Në edicionin e 4 kemi kalu diku mbi 2000 diçka persona. Unë këtë profesion në aktrimit kam fillu që është vitin 1999 pas luftës. Ka qenë është rastësi, sepse kam qenë njëri prej atyre që kam tregu shumë barcoleta në rrugë ku jam rriten. Pastaj një regjisor aty më ka zbuluar edhe jem përgatit për aktrim. Fakultetin e kam kryer në Maqedoni, pastaj një magjistrim në Prishtinë, 2 vitet e 2004 dhe 2006. Pastaj në vitin 2009 kam marrë në Zvicër. Prej atij viti punoj në Teatrin Bazelit, Teatr Falle Basel, tash është reaktor teatr. Kjo është pak a shumë një rrugtim thuajse 25 vjeçar i imi në lëmin e aktrimit, ndërsa qysh nga viti 2017 me rolin tim në serialin Osamir, Qabi, filloi edhe një karrierë pas një largimi thuajse 7 vjeçar në Kosovë, sepse isha i angazhuar shumë në Zvicër. Pastaj filluam prapë në Kosovë dhe isha një urë lidhëse mes Kosovës dhe Shqipërisë. Aty diku në 2017 deri 2019 kam qenë edhe drejtori i qendrës kulturore në Zyre, edhe aty e pash që e kemi një numër jashtëzakonisht madh shqiptarëve që jetojnë në diasporë edhe që për fat keq nuk i kemi ofruar mundësi që ata të zgjedhin se çka të vizitojnë ose çka të shohin. Dhe aty e pash që kemi një publik shumë të madh, fillova me disa organizime në qendër kulturore, organizime të mirëfillta artistike kulturore. Pastaj dikur mbyllën qendrat kulturore, 3 ishin, dhe mendova që kemi arrit me e organizu një festival tillë. Në vitin 2018 ka qenë si ide dhe me disa njerëz që kam bisedu, ata më thonin se është e vështirë, komuniteti juve nuk është edhe aq i madh. Zvicra nuk është që ka humor, që njihet shumë për humor. E kem Arosa Festival, që është një festival ndoshta 35 vite, po nuk është kaq i madh si qysh po e mendon ti. Po ne që si shqiptar që jem, që nganjëherë kem kokën tonë dhe mendojmë që na del mirë, në fakt na doli shumë mirë, po punuam shumë. Në 2020 filluam me edicionin e parë, por për shkak të pandemisë u dash me shty për 2 vite, ndërsa në 2022 filluam edicionin e parë. Tash këtë vit e kem 5 vjetorin, vitin jubilar, kem pas diku mbi 6.000 mysafir. Në Zyre është një ndër festivalet zyrtarisht më të mëdha jo vetëm nga shqiptarët, por edhe nga komuniteti zvicran. Ndërsa këtë vit kem filluar prapë edhe me jashtë Zvicrës, domethënë është hera parë në Köln. Jemi sold out, njerëzit kanë interesim jashtëzakonisht madh, kjo na bën mundi shumë mirë. Në dhjetore kem në Frankfurt, si dhe prej vitit 2027 planet tona janë me qenë në Vjenë, London edhe New York. Edhe pse kam qenë në shumë projekte ndryshme, edhe teatrale, edhe filmike, edhe zvicrane, edhe shqiptare, mund ta them me bindje të plotë që ky është një ndër projektet që më pëlqen më së shumti për arsye se gjitha këto edicione, secili prej mysafirëve që është dalë nga salla ka qenë i qeshur. Dhe unë kur e di këtë, që njerëzit kënaqen, e shijojnë, janë shumë familjar, vinë edhe qeshin, mu bën mundi shumë mirë sepse duke njohur historinë tonë që kem vujt shumë, mendoj që kjo është një prej gjesteve më të mira që mund t'ja kthejmë, sidomos diasporës tonë. Edicionit të parë kanë filluar me organizu festivale ndryshme, e kjo më pëlqen edhe më shumë. Ka filluar me organizu në Gjilan 2-3 muaj më vonë, pastaj ka filluar në Prishtinë, tash Tiranë e në shumë vende tjera, kështu që faleminderit, përshëndetje. Shumë seriozisht është të folur, më thënë ashtu që të punuar edhe të folur. Është fani kështu kur del vi kamerave, ama unë punë është zvicran, thonë. U rrit në Gilan, ka ardhur bu zvicran edhe punon si zvicran. Po du me falenderu qëto edhe mi thonë suksese Rikit edhe krejt njerëzën i ftume për krahë. Financiarisht edhe uroj që këtë Shqipap Festival, stand-upit, me pa në komplet trojet shqiptare, kudo që ka shqiptar, në çdo çështë të Evropës. Riki, thank you, suksese. Faleminderit shumë, kjo nuk ishte e përgatitur, definitivisht, faleminderit Ernest shumë. Po, dhe kjo më pëlqen më shumë ti që njerëzit kanë filluar me organizu edhe festivale në shtete tjera ndryshme, edhe stand-up komedi u bën një zhanër jashtëzakonisht shumë i dashur.
Ne për herë të parë kemi hasë me një sallë që nështë është dikun deri në 500 persona, janë shit gjitha, kemi kërkesa jashtëzakonisht shumë të mëdha, për fat keq për këtë vit nuk mundemi më shumë, po besoj dhe shpresoj që viteve tjera do të rritemi edhe në Köln. Do të bëjmë 2 net, do të gjejmë një sallë më të madhe, ashtu siç ka ndodhur në Zvicër. Në Zvicër e kemi nisë me 400 persona në sezonin e parë, në edicionin e parë, mandej në edicionin e 4 kemi kalu diku mbi 2000 e diçka persona. Edhe të e pa që po rritet, jemi rritë në 2 nat, kemi marrë sallën më të madhe, kështu që shpresojmë edhe këtu, edhe në Frankfurt, edhe në vende tjera ku planifikojmë. Krejt ka fillu dhe thot me edicion e partë Shqipapit që është mbajt në Zyri në vitin 2022, nëse s'ka boj, se tash jënë bo 5 vjetë. Kuptohet hera parë është gjithçka një test, gjithçka është një eksperiment. Jemi nis me atë ide, kemi pas mbrapa do thot mendimin që edhe muj me dështu, pse a e pranojmë ose e pranojmë, kjo është çështje tjetër, po na megjithatë kemi dashur me provu me këshir, apo muj me bo diçka ndryshe ajo. Edhe do thot ka qenë një fillim mos e i mirë për neve, që me mujt me zhvillu do thot idenë e tutje që me pas çdo vit një Shqipap Comedy Festival fillimisht në Zyri. Pastaj kanë ardhur me radhë. Edicioni i dytë me një sallë që ka qenë 2 fish më e madhe, edicioni i tretë që është zhvilluar me një sallë tjetër, që prap ka qenë 2 fish më e madhe se e herës dytë. Sidomos do thot viti 4 që ka qenë vitin e kalum, ka qenë diçka një organizim që edhe ne do thot si organizator, pse kemi pa organizime tjera ose edhe ato tjera që kemi pas paraprake, edhe ne me një farë mënyre jemi befasu se çush ka shkuar organizim. Me njerë pas edicionit 4 të Zyriut, kemi pas do thot si objektiv Gjermaninë. Edhe Kölni ka qenë një ide që ka ardhur më shumë si pjesë e bashkëpunimit me Aliun, që është bashkëpunëtori ynë lokal. Kështu që deri tash të llogarit edhe 5 muaj tjera punë që kena vënë para kësaj date, kanë shku gjithçka që është më së miri. Sot jemi këtu ku jemi, edhe vetëm po presim të marrim, të pranojmë krejt këta musafir që kanë marrë sot, që janë diku afër 500, edhe shohim se si po shkon edicioni i parë i Shqipap Comedy Festival në Köln. Mendoj që është shumë e rëndësishme për shkak se oferta kulturore me vite tëra nuk ka qenë edhe shumë e pasur, me përjashtim disa koncerteve që ndoshta nuk e kanë prek shijen e të gjithëve, kështu që mendoj që njerëzit kanë nevojë për zhanre të tjera edhe të kulturës, se në këtë fushë hyn edhe humori, edhe mundësia për t'u krijuar njerëzve që të qeshin, t'i harrojnë edhe pak brengat e tyre të përditshme, që mendoj që është shumë e rëndësishme dhe ky ka qenë edhe motivi që në mënyrë shumë vullnetare jam angazhuar në përkrajen e kësaj nisme, do të thonë kaq është kontributi im në këtë drejtim. Në momentet e tilla janë edhe të mira për të zgjeruar edhe ofertën kulturore dhe ne kemi ardhur gjithë 8-9 veta nga Zyriu, edhe për ta prezantuar ose bashkë organizuar këtë festival, por edhe për të prezantuar shtëpinë botuese Dora Distria, që synon të jetë një urë kulturore mes diasporës edhe vendeve ku flitet shqip. Dhe në këtë drejtim kemi sjellë edhe ca libra që njerëzit kenë mundësi të furnizojnë edhe me libra shqip, sepse mendoj që kjo është shumë e rëndësishme që njerëzit të kenë mundësi t'i prekin shkronjat shqipe. Unë jam ma shumë që një vjetë pjesë e bordit, do me thonë unë e Amerikin bashkëpunoj në shoqata ndryshme, edhe më ka shty me bashkëpunu sepse një festival i tillë, do me thonë komedi ku na shtin me kesh bashk, ka mungu në diaspor, edhe kena arrit mi gëzu, që thuhet, mi 2000 shqiptar në çdo festival në Zvicër, që ka pas edhe kërkesat mëdha edhe në diaspora tjera në Evropë, do me thonë tash hapi i jonë i radhës ka qenë në Gjermani me ardhur tash në Köln, që e kemi provu se qysh mundet me qenë edhe këto bashkë me kesh në kuadër të stand-up komedisë, edhe ka qenë fantazi, rreth 500 musafir kanë qenë, kështu që është për neve vërtetim që funksionon, edhe kemi marrë plot pyetje ose kërkesa të reja për vende ma shumë në Gjermani, kështu që ta shohim viteve të radhës se ku ka me kanë
eventi tjetër. Kjo pjesë e Gjermanisë ka aktivitete shumë të pastra kulturore të komunitetit tonë dhe kur ka ardhur ideja që të kemi një festival të tillë në Köln, kam pranuar me gjithë dëshirë të ndihmoj kolegën nga Zvicra me këtë anën logjistike dhe jemi të lumtur që programi është i pasur kulturor i kësaj ane të pasurohet edhe më shumë me një aktivitet si ky. Organizimi ka shkuar shumë mirë, jam profesionist duke punuar, është prit shumë mirë, ka pasur ndërsim nga të gjitha, jo vetëm nga rrethina këtu, por edhe kanë mysafirë që janë nga shtete tjera gjermanisë. Dhe kjo është një sinjal që ky festival të lëvizet në shtete tjera dhe sa kam marrë vesh do të filloj edhe në jug të Gjermanisë në muaj të ardhshëm, po shpresojmë që të kemi një fillim të mirë në Köln këtu e pastaj të shohim për qytetet tjera. Fillimisht në IBAS përkrahim çdo aktivitet që ka ndikim pozitiv në trojet shqiptare, në vendet ku jetojnë shqiptarë. Është hera e parë që bashkëpunojmë me Shqipap. Jemi shumë të kënaqur me organizimin që kanë bërë edhe mbi të gjitha mbi llojin ose zhanrin e artit që kanë sjellë për diasporën shqiptare këtu në Köln. Ne po besojmë që në bazë të bagazhit të djemve dhe vajzave që e kanë ndërtuar edhe mirëmbajnë Shqipap, aktiviteti sonte ka me qenë shumë gazmor edhe në bazë të njerëzve që po vinë këtu, po shihet që ka zgjuar interesim të diaspora shqiptare. IBAS është institucion financiar i licencuar prej Bankës Qendrore për pagesa, transfere, kredi dhe investime. Për diasporën është me interes me ditë që IBAS ju mundson me çu parën në Kosovë pa pagu komision. Paret mbrin në Kosovë brenda sekondave edhe me Mastercard që i japim klientëve tanë që jetojnë në Kosovë, i tërheqin paret prej cilit do bankomat në Kosovë ose mundën me pagu me kartel ose me i tërheq në degtona në Kosovë. Është me rëndësi me përmend që me IBAS nuk ka nevojë me hap llogarinë e IBAS ai që dërgon nga Evropa, por vetëm ata që jetojnë në Kosovë. Mbrëmja sonte ishte fantastike. Domethënë, Shqipap është një organizim perfekt që i mungon edhe është shumë i duhur për mergatin tonë. Klinika Medikadent ndjeton dhe jeton për i mergates, kena shumë klient dhe forma për me u rikthy ato që ata bojnë për neve është sponsorizimi i Shqipap. Investime që me i bo shqiptar bashkë, sidomos diasporën bashkë, Medikadentin e keni gjithë atë. Unë jem gëzu shumë për ftesën e porës, se unë jem mësuesh në TikTok me bomër, eta në para njerëz është normal në ndjenjë pak ma ndryshe, edhe përjetova shumë mirë, shumë e lumtur. Më ka pëlqyer shumë si organizim, tepër shumë pëlqen fakti që ekziston një festival i tillë. Unë mendoj që i mungon shqiptarëve shumë që kësaj me kesh që duhet. Se shqiptari shpesh ta van kishe në fani. A vjen? Edhe qysh më duket shumë e rëndësishme që ka tamam që si show ku njëri mundet më kënaq të kesh tamam edhe mundet më mbledh, a vjen edhe me shqiptarë të tjerë edhe në diasporë. Mendoj që është shumë e rëndësishme që ekziston ky festival edhe jam shumë e lumtur që komunitet sonte më kanë pjesë këtij festivali. Jetoj në Stuttgart, unë 2 profesione kam. Jam polic, po dhe jam aktor, jam stand-up comedian. Stand-up comedy bëj që një 8 vite. Edhe në Stuttgart ja kom fillu me show të para. Këtu në Shqipap Comedy Festival është hera dytë. Vjet kena lujtu në Zürich. O kom një eksperiencë me mirë edhe rikin juve që kom jaran, po na ka prit shumë mirë me gjithë stafin, edhe që jem polic kom qef me full me fakte, edhe faktikisht na ka prit gjithë mirë. Këtu, unë jam shumë happy, publiku kon fantazi, edhe ma mërmenja kini një edhe vetë. Kjo shpresa o kon gjithë e jamja me bo publikun happy, qaja o kon shpresa ime, edhe ma mërmenja jom kon sot shumë i sukseshëm.